Jemi në prag të këtij fenomeni të shumë pritur kozmik që quhet portali i Luanit, i cili është një fenomen astronomik, astrologjik, një moment ku trupa qiellor ndërthurin energjitë e tyre. Dielli, i cili tashmë është në shenjën e Luanit, vjen në një linjë, në një ndërthurje të veçantë me yllin Sirius, yllin që nga traditat e lashta ne e njohim si diellin shpirtëror të tokës. Dhe pikërisht ky kombinim krijon një port energjike, duke përçuar kështu në univers, duke lëshuar drejt tokës kode drite, të cilat rrisin frekuencën e tokës, frekuencën ton, hapin kanalet tona intuitive, fuqizojnë fushën tonë elektromagnetike dhe bëjnë transformimin personal më të lehtë se zakonisht. Kulmimi i këtij fenomeni do të jetë në datën 8 gusht 88. Porta ka disa ditë që është e hapur dhe do të vijojë edhe disa ditë më pas. Dita 8 është dita ku linja midis diellit, Siriusit dhe tokës është më e fuqishme, kombinimi është më i fuqishëm. Dhe ne do ta përdorim të ditë për një ceremoni diellore manifestimi të fuqishme. Por, si fillim më lejo të them se manifestimi nuk është vetëm një ditë, ti bën diçka një ditë dhe aty mbaroj gjithçka. Jo, është një proces dhe unë jam këtu sot për të informuar për disa hapa para prag që ne do t'i bëjmë para datës 8, në datën 8/8 do të kemi seancën e mirëfillet të thellë të manifestimit. Do të ndaj sot me ju disa ligje universale, disa sekrete që ndihmojnë procesin e manifestimit. Të kujtoj që në mbrëmjen e datës 8/8 do të kemi seancë të thellë duke përpunuar subkonsciencën për të ndihmuar procesin e manifestimit. Për të regjistruar më shkruaj në DM. Siç e thash pak më parë, manifestimi nuk është vetëm që ti të kërkosh dëshirën, por është një kombinim procesesh neurobiologjike, emocionet, besimet, mendimet, trupi yt, sistemi yt nervor, ligje dhe parime universale. Të gjitha këto duhet të punojnë në harmoni me njëri tjetrin që manifestimi të vi për ty. Procesi i manifestimit ka 2 faza. Ne sot do të fokusohemi në fazën e parë. Faza e parë është faza e vendosjes, janë ligjet e para, ligji i qëllimit, ligji i qartësisë, ligji i emocionit dhe ligji i fokusit. Kjo është faza ku ne përcaktojmë sakt çfarë duam dhe e ushqejmë atë me emocione vëmendje. Dhe më pas nesër do të bëjmë fazën e dytë, që është faza e të harruarit. Janë 3 ligjet e fundit, ligji i shkëputjes, i besimit dhe i pranimit. Hapi i parë që sugjerohet të bëjmë është të pastrojmë. Para se ne të marrim diçka të re, duhet të krijojmë një hapësirë për të, një hapësirë bosh për të. Së pari në mendjen tonë, mendja jonë mban mendimet vjetra, frika, bisedat pa nevojshme. Lër çdo gjë më njan, sidomos në këtë periudhë, gjëra që nuk kanë rëndësi për ty, sepse ato zën hapësirën e nevojshme që ty të nevojitet për të manifestuar. Por e njëjta gjë vlen edhe për shtëpinë tënde. Shtëpia jote është zgjatimi yt, ka energjinë tënde. Një sirtar plot me rroba që nuk i vesh, cepa që mbajnë gjëra pa arsye, kohë që nuk shërbejnë për asgjë, objekte që nuk të shërbejnë më për asgjë. Fillo sot, pastro çdo cep të shtëpisë, çdo gjë që është e tepërt, e vjetër, që ke shumë kohë që nuk e ke përdorur, pastro. E çdo mendim negativ që të vjen në kokë, thuaj me veten tënde cancel, ose delete, ose fshije, heq, sikur ti je duke dhënë komanda një kompjuteri. Po ashtu pastro celularin tënd, bisedat vjetra, numra që s'të duhen më, fotografi që nuk shërbejnë më, voice, video, çdo gjë që nuk është më në linjë, në harmoni me atë që ti do të bëhesh, me atë që ti do të jesh. Ndërsa çlirimin e mirëfill të thellë në subkonsciencë të programimeve dhe besimeve limituese që ne kemi, bllokimeve, traumave që na pengojnë të arrijmë atë çfarë duam të manifestojmë, do ta bëjmë bashkë live përgjatë seancës live që do të bëjmë në datë 8. Vazhdojmë me pikën e dytë të rëndësishme, që është ligji i qëllimit. Ky ligj mbështetet në një funksion të trurit që quhet sistemi retikular, i cili është filtri që truri ynë vendos për çdo informacion që ai do të lejojë që të hyjë, nga miliona e miliarda informacione që ne na rrethojnë çdo sekond. Nëse ne nuk kemi një qëllim të caktuar, truri ynë nuk di se çfarë duhet të filtrojë dhe mundësi do të kalojnë pa u vënë re edhe nëse janë përpara nesh. Ndërsa kur ti vendos një qëllim, atëherë i ke dhënë trurit tënd një adresë të qartë drejt së cilës të drejtohet. Nga një moment truri fillon të vëzhgojë automatikisht çdo gjë që lidhet me atë çfarë ti do të manifestosh. Jo sepse universi të dëgjojë dëshirën, por se truri yt tashmë i njeh cilat janë prioritetet. Pika 3 është ligji i qartësisë.
Nuk mjafton vetëm që ti të vendosësh një qëllim, por ti duhet të jesh super i qartë për të. Një dëshirë turbo, si për shembull dua më shumë para ose dua të kem të bëj një jetë më të mirë, nuk japin trurit asnjë pikë konkrete ku të orientohet, ku të filtrojë. Truri s'di çfarë të kërkojë, ndaj dhe nuk e sheh nëse një mundësi vjen përpara ti. Sa më e qartë që të jetë dëshira për ty, aq më lehtë për trurin që të punojë në atë drejtim. Dhe kur them e qartë, do të jetë me detaje. Nëse do një shtëpi për shembull, ku është, në çfarë zone, në çfarë kati, çfarë lloj godine, sa dhoma, sa metra katror, tjetër. Është ligji i emocionit. Subkonscienca nuk i përgjigjet fjalëve, por i përgjigjet emocioneve. Ndaj, dy praktika të shkurtra që do të ndihmojnë për të manifestuar janë së pari vizualizimi, pra këtë dëshirë që ti vendose dhe që e qartësove me detaje, fillo që sot ta vizualizosh me sa më shumë detaje fizike, por dhe emocionale. Është studiuar që truri ka një veçori, nuk e dallon dot nëse diçka po ndodh vërtet në jetën reale apo ti je duke e imagjinuar atë. Ndaj, pak sekonda vizualizim për gjatë këtyre ditëve, dhe kur flas për vizualizim është duke ndezur të gjitha sense, duke vizualizuar çfarë shikon, çfarë ndjen, aromën, si ndihesh, duke e pasur, duke vizualizuar atë gjën. Një vizualizim të sinqert do të ndikoj më shumë se sa ti të bëje me orë të tëra riprodhime mekanike, fjalish, jam kështu, jam ashtu, unë e kam këtë, unë jam ata, ato nuk funksionojnë, kam vetëm 30 deri në 40% maksimumi afirmimet, pra fuqi. Vizualizimi ka rreth 70-80% fuqi për të manifestuar. Dhe pika e dytë, ligji të emocionit është që ti të gjesh psen tënde. Ne asnjëherë nuk e duam një gjë thjesht për ta patur aty. Nëse ti do një shtëpi, në fakt ti nuk dua të gjën me 4 mure, por ajo që ti do është siguria, mbrojtja, përkatësia që shtëpia të jep. Nëse ti do për shembull një makinë të bukur, X makinë, X tip, pyet e veten, pse e dua unë këtë? Për çfarë më shërben? Për çfarë më përmbush një makinë? Dikush për shembull mund ta dojë një makinë sepse është status për të. Mund të japi është krenari ndoshta, është për t'i treguar të tjerëve që unë jam mjaftueshëm, jam i vlefshëm, ja dal, kam kapacitet. Pra, ulu dhe shkruaj pse. Të lutem, ulu dhe shkruaj pse. Përse e do këtë gjë që ti do të manifestosh. Nëse ti do një partner, përse e do? Ti nuk do një partner sepse e ka gjithë dynjaja. Ti e do një partner sepse do të ndihesh e dashur, e përzgjedhur, e mbrojtur, e respektuar, tjetër, pra, bëj disa herë pyetjen pse. Nuk është gjithmonë pseja e parë, përgjigjja e vërtet. Pas përgjigjes së parë pse, pyet edhe një herë pse, gërmo pse, derisa të gjesh arsyeën rreth. Pika e fundit për sot është ligji i fokusit. Të gjithë besoj keni dëgjuar shprehjen, aty ku fokusi shkon, aty ku energjia shkon, aty krijon. Pra aty ku ne çojmë vëmendjen, ajo zgjerohet. Nëse energjia jonë është shpërndar në 10 gjëra njëkohësisht, secila nga ato do të marrë një pjesë nga burimi ynë, nga forca jonë. Pra, hapat e ditës paraprake, para se të bëjmë manifestimin e datës 8/8. Hapim hapësirë mendore dhe fizike, në mendje, në shtëpi, në zyrë, në punë, kudo. Pastrojmë çdo gjë që nuk shërben më. Më pas vendosim një qëllim të qartë, duke e thënë atë, duke e shkruar atë. Dhe e qartësojmë atë më pas me detaje, ngjyra, aroma, forma, vendodhja, çdo gjë. I bashkëlidhim emocione duke e vizualizuar, duke e ndjerë, sikur e kemi, jemi tashmë aty, e kemi tashmë aty. Dhe më pas ulemi dhe e shkruajmë pse e duam, arsyen. Dhe më pas e mbajmë fokusin aty. Çdo herë që mendja jote shpërndahet drejt të kundërt, duke thënë është e pamundur, nuk e meritoj, është e vështirë, nuk di se si, bëje cancel dhe ktheje qetësisht vëmendjen tek ajo dëshirë, duke e vizualizuar, duke e ndjerë. Dhe mos harro që të regjistrosh sepse nuk ka më kohë për mbrëmjen e datës 8/8 për të pasur më pas edhe 8 ditë të tjera rituale që do të shërbejnë për ankorimin, sepse manifestimi është një proces.
Drit dashuri diell për ty.